Pasi Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje për 12 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit, kanë reaguar ashpër partitë opozitare shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim e cilëson këtë situatë si dështim të qeverisë dhe kërcënim serioz për sigurinë e shtetit. Partia vlerëson se kjo rënje e thellë reflekton humbjen e besimit si të qytetarëve ashtu edhe të faktorëve ndërkombëtar ndaj institucioneve shtetërore. Kjo rënje drastike është treguesi qartë i humbjes së besimit publik dhe ndërkombëtar ndaj institucioneve shtetërore. Si opozit, vlerësojmë se kjo qeveri jo vetëm që ka dështuar të luftojë korrupsionin, por me veprimet e saj e ka normalizuar atë. Nga Alianca për Shqiptarët e Arben Taravarit e theksojnë se rënja e Maqedonisë së Veriut në indeksin e korrupsionit është alarm serios institucional. Fakti që vendi humb 12 pozita me vetëm 2 pikë më pak krahasuar me vitin 2023 tregon qartë se problemi nuk është statistik, por politik dhe institucional. Sipas tyre, ky regres lidhet drejt për drejt me ndryshimet e kontestuara në kodin penal, të cilat u perceptuan gjerësisht si ndërhyrje për amnisti të fshehtë dhe mbrojtje të funksionarëve të korruptuar. Kujtojmë se sipas raportit më të fundit të organizatës ndërkombëtare Transparency International për vitin 2024, Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje prej 12 vendeve, duke u renditur në vendin e 88 nga 180 shtete me vetëm 40 pikë.